Në Fier u finalizua pas një hetimi disa mujor operacioni policor i koduar Medicin. Ky operacion u zhvillua nga seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në bashkëpunim me prokurorin. Në fokus janë administratorët e farmacive që dyshohen për tregti të ilaçeve të kontrabanduara. Gjatë operacionit u arrestuan 4 administrator farmacie dhe u procedua një tjetër. Ata akuzohen se tregtonin në farmacitë e tyre ilaçe pa dokumentacion të rregullt të kontrabanduara. Në farmaci dhe në banesat e tyre u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara me vlerë rreth 800.000 lekë. Këto produkte nuk kishin pull fiskale të Agjencisë Kombëtare të Banave dhe Pajisjeve Mjekësore. Nga hetimet proaktive dhe kontrollet e kryera u arrestuan në flagrant shtetasit me iniciale SHY 65 vjeç, AG 59 vjeç, PB 36 vjeç dhe TP 35 vjeç. Materialet hetimore ju dorëzuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier për veprime të mëtejshme ligjore. Operacioni Medicin vjen si goditje e rëndësishme kundër kontrabandës së mallrave në fushën e Barnave.